Zonja dhe zotri, sonte në Republika me Dardan Gashin, i ftuar Fatmir Limaj, kryetari i nismës për Kosovën. Zoti Limaj, mirë se keni ardhur në Republikë. Shikus në ndruar me mbrama, me ne sonte është zoti Fatmir Limaj, kryetari i nismës, ish në kryetari PTK-s, ish mik edhe bashkëpunëtor i ngushtë i zavës kryeministit Thaçi, ish komandant prej njerëzve kryesor të luftës, pra dhe njerë mirë se keni ardhur. Mirë se gjithë, faleminderit. Zoti Limaj, si zakonisht edhe ju pyes si ka punë Republika e Kosovës. Në përgjithësi, gati thoya ma jemi dëshmitarë të këtyre zhvillimeve në tërësi viteve të fundit. Besoj si për secilin qytetar të vendit edhe ne që jemi aktiv në politikën e Kosovës ka pak shumë pak ka për të ndi mirë me ato që të arritot e deri tanishme. Jam i bindur që të jote ne të çdo kush projekcioni i ndërtimit të shtetit ka qenë pak më ndryshe se që është ky sot. Dhe natyrisht unë besoj që jemi larg asaj që kemi shpresuar dhe që do duhet ishte Republika e Kosovës në aktualitet. Do të thotë ju jeni shumë i dëshpëruar apo pak i dëshpëruar me ku është Kosova sot? Jo, dëshpëruar, po them mundësit nuk janë shfrytzuar maksimalisht. Pozicioni sidomos mas 2008-s Kosova ka pas shumë mundësi me ecë përpara, më konsoliduar edhe duke shkuar edhe duke konsoliduar shtetin. Po fatkeqësisht humb shumë kohë. Pastaj janë deviju agjendat, mungesa një agjende të qartë të zhvillimit të mbrojtjes dhe forcimit të shtetit, problemet e rrugës dhe siç thash ndryshimi i agjendave ka bërë që ai entuziazëm i 2 vjetëve të ndërtimit të Republikës së Kosovës mas 2 viteve të fillojë të bie dhe të bie në mënyrë rapide. Në kuptim ka filluar gabimi. Po mendimin tim po. Mes vitit 2008-2010. Po mendimin tim po se se njerëzit e kanë pritur këtë shtetin e Kosovës me shumë entuziazëm, me shumë përpjekje, një kohë gjatë dhe nuk i besoj që klasa politike nuk ka ditë me maksimalizu energjitë pozitive të shoqërisë, një shoqëri në pritje të pasi shtetit tyre. Dhe këtë entuziazëm dhe këtë energji mi kanalizuar në drejtim të fuqizimit dhe ndërtimit të shtetit tonë. Në të kaluarën ne vazhdimisht jemi arsituar në mungesë hapësire, në mungesë lirisë, në mungesë të shumë të gjëra tjera që s'kemi mujt me tregu vetveten si shoqëri ose si individ. Unë besoj që mas 2008-s pak a shumë krijuar hapësirë dhe mundësitë që secili të jep kontributin e vet në ndërtimin dhe thellimin forcimin e shtetit tonë. Ky entuziazëm nuk u shfrytëzua. Dhe kjo gatishmëria e qytetarëve të Kosovës për të mobilizuar gjitha resurset që kemi nuk është shfrytëzuar. Fatkeqësisht kjo mbet ajo që zakonisht ne dimë me vënë shqiptar, një lloj euforie. Euforie, mesela, unë më zgjatë 2008-2009 dhe pastaj gjërat e ardhën duke u stërkequr dhe sot jemi në një situatë ku ne dhe njerëzit e ndërtimit dhe funksionimit të shtetit e kanë shumë të vështirë me thonë sa Kosova është e pavarur në kuptimin e plot fjalës nga dallimi nga 2007 për shembull. Po shumë pak shtetin, po në regionin tonë në kanë atë pavarësinë. Jo, unë pavarësinë e kuptoj ndryshe se kuptoj pavarësinë në kuptimin klasik të shekullit kaluar. Pavarësi për mua për shembull është institucionet e pavarura në mbrojtje të ligjit dhe të kushtetutës. Cilat e ato institucionet e pavarura që kanë shkëlqyer dhe janë forcuar dhe kanë ndërtuar autoritetin e fuqishëm në shoqërinë e Kosovare. Cilat janë përpjekjet tona për të ndërtuar ato institucione. Pastaj sa është arritur mirëqenia dhe mirë funksionimi, respekti për shtetin në për dikasire ndryshme, prej shëndetësisë deri te arsimi për shembull. Nuk po flas për një politikë të pavarur, të një shteti të pavarur që nuk ndërhyjet në punë breshme, siç ka qenë ajo fraza e një orë ose siç ka qenë mentaliteti veprues të shekullit të kaluar të shteteve. Nuk besoj që jo vetëm këtu në rajon, po nuk besoj gati thoya në Evropë, që ka aso pavarësi në atë kuptimin klasik të fjalës. Për mua pavarësia është brenda të institucionet të cilat janë të obliguar me kushtetut për të zbatuar detyrat e tyre, sa po funksionojnë, sa janë fuqizuar dhe sa ato
ka ndikim të drejt për drejt në ndryshimin e gjendjes në të mirë të qytetarëve. Ju e përmendur parë ma herët fjalën euforinë në relacion me zhvillimet pas 2008-s në Kosovë. A mund të jetë eufori edhe opozita e bashkuar? Eufori do të thotë momentet, një bashkim e momentet, cila mund të shkapërderdhet procesi sipër. Po besoj e para me pa arsyeën e bashkimit të opozitës. Besoj ndoshta vetë arsyeja e bashkimit të kësaj opozite mund më na një përgjigje për afërt, se në fundi përgjigje përfundimtare në këtë temë nuk ka, po një përgjigje për afërt. Kosova nuk ka pasur në historinë e saj të re, modeste të parlamentarizmit, nuk ka pasur asnjëherë një koordinim ose një opozitë bashkuar në ballafaqim me pozitën ose me pushtetin. Dhe ju e dini këtë për shembull në legislativën e kaluar, qeveria e Kosovës ose shumica parlamentare në shumicën e raste ka qenë pakicë parlamentare. Qeverisë në bashkëpunim me opozitën. Ju e dini mirë, do të thotë ka pasur me 57 vota, me 58 vota, ka pasur një qeverisë të pakicës, po ka pasur ndihmën e opozitës në raste të caktuara dhe ka mbajtur qeverisën siç e dini. Edhe pse ka nëse bën me ndërprej, atëherë është Isa Mustafa unifikues i opozitës. Jo, unë nuk du me menu kështu edhe jam i bindur që është një gjatë, po ti është një gjatë është keq, është gabim, është për mendimin tim është gabim. Opozita bashkuar i ka bashkuar disa tema. Në dy temat kryesore është kjo për cilën po tema më të njohura publik për dy kërkesat, çështja e asociacionit ose Bashkisë Serbe dhe kjo e demarkacionit. Natyrisht ne si opozitë mas ndërtimit të këtij koalicioni të madh kemi pas deklaruar që do të gjejmë rrugë të bashkëpunimit në tema të ndryshme, duke respektuar diversitetin apo ndryshimet tona që jemi si parti. Dhe kudo që vlerësojmë se temat e rëndësishme për vendin, ne do të bëjmë përpjekje të bashkohemi. Kështu ka qenë në deklarimi ynë që në fillimet e këtij mandati. Dhe unë besoj që kjo e ka bashkuar opozitën, sidomos në të kohët e fundit, ose të kërkesa janë të tema të rëndësishme nacionale, të cilat i kalojnë përcaktimet partijake, ose programet partijake. Natyrisht ju kujtohet bashkimi i parë i opozitës ka ndodhur në rastin Jablanović. Po. Kur për shembull edhe në atë kohë kryeministri ka hezituar me javë me mujë që të merr një hap i cili në fund është marrë. Po. Tash këto dy tema kanë qenë parapame që do të vinë, kemi ditë që do të vinë. Po, absolut. Çështja do të një pyetje është menaxhimi i këtyre dy temave, qoftë paraprakisht, qoftë pas ndërtimit. Për atë arsye pyeta është kryeministri si i tillë, faktori unifikues, temat po se po, mirë po këto tema thoni ju, thon shumë, kanë mujtë më menaxhuar ndryshe. Qoftë para, qoftë pas. Ju keni shumë drejt. Nëse shumë kjo ke perspektivë keni shumë drejt. Mungesa një menaxhimi se një qeverisje në këto tema si duhet ka sill këtë citat për mendimin tim. Qeveria në këtë rast edhe kryeministri dhe vetë qeveria kanë pasur mundësi dhe hapësirë ndjekin hapat me rregull dhe të menaxhohet mirë situata. Mirë thatë ju, këto tema kanë di që kanë me ardhur. Dhe kanë marrë edhe tema tjera. Dhe një qeveri e zoja do duhet të parashikonte, do duhet të menaxhonte më mirë, të konsultohej, të ishte më transparent, të respektonte rregullat e lojës, të respektonte institucionet, të respektonte detyrimet që ka qeverisja në raport me parlamentin, po në raport edhe me opozitën. Një qeverisje e mençur e merr në bord opozitën në tema nacionale, bashkëbisedon me opozitën, kërkon mendimin e opozitës, qëndrimin e opozitës, mundohet me respektu edhe me gjetë vend propozimeve ose ideve të opozitës. Këto të gjitha kanë mungu në këtë qeverisje. Arsyeja pse ka mungu, ndoshta përgjigje më të saktë mund të japin vetë drejtuesit e qeverisë, por unë mendoj që një nga arsyet është ajo që kemi paralajmëruar në fillim. Armiku më të madh që qeverisja ka me pas arrogancën e vet. Kam përshtypjen që këtu ka gabuar qeverisja, duke u bazuar që unë kam numrat, jam një koalicion i madh, s'kam nevojë për kërkan, dhe më i bëj çka dua. Kam përshtypjen që kjo ka futur në gabime. Pastaj edhe bile s'ka pas as përpjekje të menaxhimit ashtu siç e thatë ju. Bile ka pas te kalim të parlamentit të Kosovës. Bile ka pas jo transparencë, a thellu jo transparenca, sidomos në raport me bisedimet me Serbinë e demokracionit. Dhe gjitha këto në mënyrë apo tjetër na kanë pranë një situatë kur ne kemi pasur që ky koalicion qeverisë jo vetëm që është i gatshëm,
Tullë bashkëbisedoj për tema nacionale. Po kjo është i gatshëm dhe të shkel rregulla, shkel ligjet, suprimoj fuqinë e parlamentit për të arritur objektivat e veta. Prandaj kjo në farë mënyrë ka dhënë alarmin e opozitës që t'i thuhet që qenë ju e keni marrë mandatin për të qeverisur me vendin në kuadër të rregullit kushtetues, ligjet e kushtetues së Kosovës. Ju nuk keni pas, as nuk keni mandat të vendosni për temat e mëdha të Kosovës për cilat nuk keni mandat, që te kalon kushtetutën, që te kalon ato normat dhe rregullat me cilat qeveriset. Me një fjalë, ata nuk e kanë kuptuar në fakt, mandatin e kanë, votën e kanë të qytetarëve dhe askush nuk e kanë konteston. Po ato e kanë për të kanë mandat qeverisës në kuadër të ligjit dhe të kushtetutës. As ata, as ne dhe askush nuk kanë të drejtë të dalin jashtë mandatit kushtetues dhe të marrin vendime dhe veprime të cilat te kalojnë kushtetutën. Zoti Mustafa në këtë rast, edhe qeveria e tij e ka gjithë legitimitetin me shkue me fol në emër të Kosovës. E ka gjithë legitimitetin dhe legalitetin me shkue me vendos në emër të Kosovës, ama brenda kornizave kushtetuese dhe ligjeve të Kosovës. Zoti Mustafa nuk ka të drejtë, mund me shku me fol në emër të Kosovës, por nuk ka mund të drejtë me vendos në emër të Kosovës për gjëra të cilat shkelin kushtetutën e Kosovës. Dhe mendoj që këtu ka qenë. Mustafa, po thoni ka shkel kushtetutin. Po ju qeveria po më koalicioni qeverisë. Isa Mustafa është shefi i qeverisë. Po ju tash ju po e dini këto dy kërkesa tona. Ne po mendojmë që parimet do thotë shkela kushtetutës është një prej veprimeve matrona që mund t'i bëjë një politikan, edhe ka do thotë pasurja siç ka pas po kushtimisht po thon për zotin Sejdiu. Po. Edhe për zotin Pasulli. Do të rrjedhimisht do thotë nëse ju po thoni se gjithë opozita thotë se këtu ka pas shkelje të rënda të kushtetues, atëherë do të thotë logjikisht kishte më qenë që të kërkohet diçka më shumë ndoshta se vetëm këto dy kërkesa që janë. Ne jemi në fazën Dardan në fazën kur po do kemi bërë dhe po bëjmë që sa po mundemi me sqaru edhe me paraqish shqetësimet dhe qëndrimet tona se marrëveshja me parimet për asociacionin ka te kaluar kornizën kushtetuese të këtij vendi. Ka prek fundamentet e kushtetues. Ky është qëndrimi politik. E tash. Ose ju. Unë? Jo për ne është shkel kushtetuta. O shkel kushtetuta për ne. Tash. Autoriteti që duhet me vlerësu këtë pohim që po bëjmë ne. Në kushte normale do të ishte gjykata kushtetuese. Pse po thoni do të ishte? Duhet gjykata kushtetuese ta trajtojë. Gjykata kushtetuese ka lëndë. Ta trajtojë, po. Problemi është që ato kur themi ne tham më herët kur folëm për pavarësinë, kur rënu janë prek institucionet pavara, jo vetëm që si ndërtu, por kanë filluar më rënu, shtrohet problemi një pyetje e madhe, ajo që është gardiani i mbrojtjes të kushtetuesisë në këtë vend, gjykata kushtetuese, a është edhe a duke vepruar dhe duke sjellur vërtet në mbrojtje të kushtetueshmërisë siç e ka mandatin e vet, apo është në agjendat politike? Kjo mbetet më pa. E kaluara do thotë ju po përgatiteni që nëse e kaluara nuk ju pëlqen të thoni se gjykata është. Jo, ne nuk po përgatitet. Ne po flasim e kaluara kontraverse, të vendimeve kontraverse të kësaj gjykate na ka bërë skeptik gjatë periudhës të formimit të qeverisë apo po edhe më herët, për shembull në rastin konkret, për marrëveshjen konkrete, për marrëveshjen për asociacion, kjo gjykatë kushtetuese kur lëvizja vetëvendose e ka dërkuar atëherë marrëveshjen 2013 se ka shpall veten jo kompetente. Për shkak se ligjet e parlamentit. Po prap. Edhe tash kjo ka pranuar kërkesën e presidentes. Të njëjtën dikush po thotë po jo se atëherë ka qenë marrëveshje ndërkombëtare, ligji derivuar nga marrëveshja ndërkombëtare, gjykata kushtetuese nuk ka mandat mi trajtu marrëveshjet ndërkombëtare dhe tash kjo është marrëveshje e parimeve. Në fakt, kjo derivon nga 2013, nuk ka diçka e veçantë, është derivat i 2013-s që sot e ka pranuar gjykata kushtetuese. Kështu që kemi dy standarde. Dhe kjo neve na jep me qenë edhe skeptik, edhe dyshues në vendimet e saj. Po gjykata kushtetuese ka edhe rastin me na befasu për të mirë. Dhe ne kemi pas si një hap pozitiv, ani pse i vonuar drejt në drejtim të gjykatës, aktin e presidentes. Po nuk është autoriteti përfundimtar, përveç ka dhe institucione tjera të cilët mund e vlerësojnë këtë farë çështje. Pse ne po themi është shkel kushtetuta, se është mirë me vizatu këtë çështje.
disa gjë që shkin ashiqare, sakt, dhe çdo njeri që pak a shumë mirët me këtë çështje din që aty ka problem kushtetues këto marrëveshje parime. Unë zakonisht e përmendi shumë këtë çështje, një nga argumente për cilat besoj që është ma lehtë më pa se këtu ka te kalim të kushtetuesve, për shembull është edhe ti e din se kemi qenë bashkë në 2007 në negociata për paketën e Tisarit. E din mirë se çfarë lufta bë që vendi mos me ka një shtet i ndarë mbi bazë etnike, e din mirë. Kemi sakrifikuar, kemi hequr dorën, kemi dashur një shtet qytetar multietnik. Bazamenti, edhe investimi i komunitetit ndërkombëtar 15 vjet akon qitfrim. Një nga parimet e kësaj marrëveshje praktikisht legjitimon ndarjen etnike të Kosovës. Vetë emërtimi bashkia serbe është diskriminim ndaj komuniteteve tjera. Është prek fundamentin, atë çfarë do të thonë, prek fundamentin të rregullimit tonë. Çka është Kosova? Është shtet qytetar, multietnik apo shtet i ndarë mbi bazë etnike, duke i përmendur emrat e të gjitha komuniteteve. Të përfshi edhe bazë etnike, dome edhe telekomi, edhe energjia elektrike. Komplet. Komplet, mos fol. Në qoftë se ti në qoftë se ti pranon një fakt dhe thu kështu. Komandanti i policisë në Mitrovic duhet me qenë komuniteti serb. Në qoftë se ti thon gjykat, duhet me qenë me kvotë. Thua që në gjykatën e Mitrovicës duhet me qenë serb të punësuar ose në ato ndërmarrjet publike. Kjo është diskriminim. Ne e dim që shumica janë serb atje. Po ti nuk mundesh me sanksionu me ligj ndarjen e etnikës ose lloj apartheidi. Po aty po duhet na të kthehemi edhe një herë. Nëse edhe gjykata kushtetuese vjen përfundimin e njëjtë, që po vini edhe ju, që këtu ka ndodhur diçka që është jashtë normave kushtetuese, jashtë bazës të shtetit të Kosovës si shtet multietnik, do thotë përjashtohet mundësia e themelimit çfarë do institucioni etnik. Atëherë jemi të fol për një shkelje të rëndë kushtetutës nga ana e nënshkruesit të këtij dokumenti. Për me vazhduar edhe pak këtë logjik, do të thotë në asnjë situatë prej pas luftës, nuk kujtohet mua që ka qenë më tensionuar me gjendjen në Kosovë, se prej emërimit të zotit Mustafa kryeministër, do të fillojmë me çështjen e Blanovicit, e cila provokoi daljen në rrugë të mira, dhjetra mira qytetarëve, edhe acarimet e situatës, deri në këtë acarim tash permanent që kemi se sa javë muaj. Nuk po du se them të shtyjnë në drejtim, mirë po çështja mu po më duket se është çështja do të thotë edhe pak e asaj kohë kur ju keni qenë bashkë me zotin Mustafa, kur ai ka qenë një prej si them liderëve të atij grupi dhe në një moment e ka trasu grupin dhe është bashku zotit thotë që mbrana natës për formim qeverisë, do të thotë një në anë kemi provokimet me këto marrëveshje, në anën tjetër ndoshta edhe një dhënim që ju zoti Haradinaj, zoti Kurti e bani me zotin Mustafa. Rrjedhimisht shkurja e zotit Mustafa nga qeveria. A kish me qetësu gjendjen? Unë tash bëja mendimin tim personal. Spari unë nuk kam asnjë ndjem. Edhe më besoj që më shfaq vazhdimisht, masi ka ndodhur të zhvillimi që po them. Sepse unë besoj ndryshe në çështja e emën në këto far procese është këtë ndryshe. Unë besoj kjo lëvizja e Vlanit, siç e kam thënë edhe masi ka ndodhur ky koalicion i madh, mbetet elektoratit. Se këtu në fundit secili marrim konsekwenca dhe përgjegjësi politike. Në qoftë se elektorati i Lidhjes Demokratike të Kosovës e ndeshkon për veprimin e zotit Mustafa, është çështje elektorati, nuk është çështje e jona. Sepse në qoftë se o djeg një kauzë opozitare, e natyrisht në atë kauzë opozitare, lideri i kauzës opozitare ka qenë Lidhja Demokratike e Kosovës, si shpresa e ndryshimit të qeverisjes. Shqipëria është normale në demokraci, janë dy partitë. Janë dy grupacione bllokë. Ja shton edhe një pjesë tjetër, që po e ka prish edhe frymën opozitor. Po, çfarë po do të thonë? Shqipëria partia e dytë, partia e parë e qeverisë, blloku i parë, partia e parë, si do të thotë. Gjithmonë shpresa është e dyta që e bën ndryshimin. Nuk është shpresa e treta e katërta. E treta e katërta mund ta ndihmojë ndryshimin. Po lidere e procesit të ndryshimit është partia e cila ka gjasat që mund të bën ndryshimin. Këtë rast në Kosovë, derisa Partia Demokratike ka qenë përshtat Lidhja Demokratike o pa si mundësia, si lidere opozitare e cila
në bashkëpunim, nëse gjanë rrugë dhe bashkëpunim dhe di me menaxhu situatat, me partnerë tjerë mund të vi ta bëjnë ndryshimin. Dhe në emën saj është mbledh vota opozitare në të kaluarën. Kështu ka qenë në zgjedhjet e kaluara. Lidhja Demokratike si forca më e madhe opozitare rreth saj i mbledh pastaj edhe grupe tjera politike të cilat kanë besuar që duhet ndryshimin vend. Dhe populli opozitar, qytetarët këtë rast se kanë dashur ndryshimin janë bashkuar me shumicë të partia e cila me shpresën se ajo mund të bëjë ndryshimin. Dhe në një moment, mbasi të kryptike, ju e ndryshoni dhe nuk ja ofroni ndryshimin qytetarëve për se të kanë votuar, po dënë me vazhdu qeverisjen tjetër. Kjo pastaj ju mbetet ata që kanë votuar me vlerësu, ose mi duar Turkit, ose me ndëshku në zgjedhje tjera. Edhe për mua këtu përfundon çështja politike rreth asaj, sepse për zgjedhja a ka bë mirë, s'ka bë mirë, çështja tërësisht e tyre, është çështja e brendshme partijake e tyre. Është e vërtet, ajo që ne mundem të thonë si publik është o djega e karta opozitare, mundësia ndryshimit. A dojnë qytetarët me fal pse ke djeg këtë mundësi ndryshimit, apo jo, mbetet më pa kur të vinë zgjedhje tjera. Ndërsa të kjo që po flasëm ne, të veprimi, se nuk ka kur gjë edhe ne personal në asnjë mënyrë bile këto, kemi thënë publikisht, paktën personalisht po flas, është për marrë shembull Jablanovićin. Spara opozita nuk e ka shtyr Jablanović me thonë atë fjalë që ka thonë vetë ministri. Dhe pasaj pa reagimi qytetar. Opozita dul në mbështetje të atij reagimi qytetar. Ju kërku kryeministit me shkaku. Ta shkarkon të zoti Mustafa, s'kish pas nevojë na mi pa të skenat e janarit. Dëshmi për këto është atë ditë që u shkarku, apat më protest. Mbyll aq është. Domethënë, krizat, Dardan, telashet nuk janë të ardhur nga opozita, po të kriju vetë ky koalicion qeveris. Krizat dhe telashet dhe problemet do ka krijon vetë. Edhe këtë kjo e dyta, marrëveshjet nuk i ka bën opozita. I kanë bën koalicioni qeveris. Edhe me marrëveshjen e parime, edhe në shkrimin me malin e zi. Le të i tërheq, siç po kërkon opozita, përsëri kthehemi normalitetit dhe vazhdojmë me qeverisë. Domethënë, çdo gjë është në dorën e atyre të cilët qeverisin sot me vendin. Dhe situatat e tensionuara dhe të lashtë dhe problemet është nga ajo që thamë më herët, po vinë për shkak se ndoshta nuk është menaxhuar nuk kanë menaxhuar si duhet. Ato çka është konsekvenca kur ne kryeministët nuk e menaxhon mirë dhe nëse prej perspektivës ato që dole jo te kushtetuta tash është sigurisht besoj që më pa thonë këtë pjesën, nëse që ne po besojmë atëherë se duhet merr përgjegjësitë e veta politike. Për shembull ta bëjmë një pyetje, çka nëse po vërtetohet më kjo çështje demokracionit më gati, besoj është e qartë për secilin që do ka të lashe marrëveshjen e shkrimit. Edhe kjo asociacion. Çka nëse vërtetohet që Kosova ka nënshkruar dhe ka dhënë malit zi disa hektar tokë. Cilat duhet me ka përgjigje e atyre që kanë bërë? Çka me bë me ta? Ligjet thonë qartë, kushtetuta thotë qartë, shkelja kushtetuta jo përmend rastin e Sediut, rastin e Pacollit. Domethënë përgjithësi këta përgjithësi politike shkelësit ata të cilën në mënyrë për tjetër kanë dalë jashtë kritereve kushtetuese dihet, duhet me marrë përgjithësitë e tyre politike për atë shkelje. Për mendimin tim, do të ishte gjëja më normale. Gjithmonë po flas për përgjegjësi politike, po në fundit janë që përkthy në gjuhë qartë, do thotë nëse këto dy marrëveshje vërtetohen që duhet tërhiqen ose duhet korrigjohen, përgjegjësinë politike në kuptim të shkarkimit, dorëheqjes duhet ta bart kryeministri edhe njerëzit e tij. Ajo që unë po them është mirë kryeministri mos më na punon ato situata me çmë tutje, edhe koalicioni qeverisë është mirë me din edhe ata sikur ne e dinë që ka te kalimet e kushtetutës. Ata dinë shumë mirë që territori Molici ju ka dhënë. Dhe është mirë me tërheq marrëveshjet. Është mirë me tërheq marrëveshjet me këtë gjendjen në gjendjen fillestare edhe me këtë normalitetin këtë shoqëri. Edhe me çdo ne fjala gjithmonë kanë kohë. Po nëse këta nuk i tërheqin të marrëveshjet, gjëra shkojnë ty duhet më vërtetu dikun, pasaj ato janë përgjegjësitë politike se duhet mi bartë. Po një për arsye pse nuk po du me prediku çka vjen. Disa burime brenda partnerit tjetër të koalicionit, zoti Mustafa, do të PDK-s, kanë jënë mendimit ose kanë shpreh idenë që fajtor kyç për këtë situatë është pikërisht zoti Mustafa dhe kanë filluar do të thotë një farë lloj iniciative që të ndrohet kryeministri dhe të merr dikush tjetër në DK, krejun e qeverisë,
edhe si një sinjal ndaj opozitës, edhe si një sinjal do të thotë ndaj paknacive që do të thotë është keq menaxhu, duhet të ndrohet ekipi kur keq menaxhon. Po mund të përkthejmë futboll nëse një trajner nuk është i aftë një kohë gjatë dhe krijon më shumë trazira ose probleme më shumë se efekte, atëherë duhet ndroj. A keni ndëgjuar për këtë iniciativë dhe edhe sa mendon ju se kjo kish me qetësu gjendjen? Është që kjo çështje. Pavarësisht këtyre dy temave, se këtu janë ka marrë rrugën e vet. E qartë, po të kuptoj. Kjo është ekskluzivisht është çështje e partnerëve atje brenda. Dhe nuk besoj që neve na takon shumë me u marr me prekupimet e tyre të ndryshimit, rifreskimit të ekipit me natyre. Ajo çështje ekskluzivisht e partnerëve dhe janë ata duhet ta vlerësojnë punën e secilit duke filluar nga kreu dhe deri në fund. Dhe ne presim e shohim se zhvillimet. Shpresoj që ata të bëjnë analiza të mira me gjendjen që janë. Besoj që ata kanë të qartë këtë një vit gati për shkak, një vit më tepër. Këtë vend asgjë nuk duke ecë. Këtë vend po kaloj pe situatës, pe krizës në krizë, prej problemeve në problem. Ne kemi ditë me kohë, rezervat tonë kemi pasur një koalicion i tillë pa natyrshëm do të ketë këto probleme, do të jetë shumë vështirë me komponu një ekip e punës, do të jetë sfidues edhe mosbesues e shumë gjëra ka atje mbrana. Po më jepni përshtypjen zoti Lima që ju po keni qef me vazhdu zoti Mustafa me këtë si them me këtë politik. Në kuptim që ju ndoshta mund të si them të përfitoni prej kësaj situate, sepse mënyra se si po përgjegjeni po lën me mendu se ju praktikisht nuk keni shumë kundër në kuptim se ky kesh menaxhim ose menaxhim pavarësisht se nuk po kvalifikoj unë në mënyrë që në ujë në mullit opozitës. Jo, jemi dy gjëra, prekupimi jam është tjetër kryesor. Prekupimi jam kryesor është reflektimi i qeverisë në dy marrëveshje. Ky është prekupimi i kryesor. Ndërsa prekupimi mbrana atje, nuk du me morën prekupimin e koalicionit qeverisës për me ata atje me bë analiza cila performanca mirë dhe keq asaj qeverie. Zoti Lima, ka një dallim se normalisht nuk ish bisedu për këtë punë. Ne po kemi një bllokim të kuvendit. Kemi një bllokim nga ana, do të thotë. Ju thonë ka bllokuar qeveria, qeveria thotë keni bllokuar ju, do të thotë vendi nuk është në situatë normale. Vendi mund të shkojë në situatë hala më normale. Do të thotë mund të eskalojë. Është vërtet. Duhet gjendet një zgjidhje. Edhe ne prej ideve të thash treja ata që ka dalë është ndoshta ndryshimi i shefit të qeverisë është një lëvizje për shkak se vendi është në krizë. Ndoshta për herë të parë krizë serioze prej çlirimet e tutje, lemo prej pavarësisë së tutje. Do thotë nuk është çështja e përdimit të tem punë të brendshme tani. E qartë, ama e qartë, ti shumë drejt edhe ndoshta pikniqi janë që kjo po thoni ju. Ky koalicion qeverisë duhet të më kuptojë që vendi është në krizë. Ata nuk më pranojnë këtë fakt që e thatë ju, e që çdo kush tjetër e di. Vendi është në krizë. Edhe që ashtu që thatë, kështu nuk ka qenë në këtë situatë që jemi sot. Është momenti, ky koalicion qeverisë dhe zyrtarët këta dy nis me kuptu këtë fakt. Vendi është në krizë. Nuk duhet më sjell e më bë se çdo gjë normale. Sepse ai fillon problemet. Në momentin kur koalicioni qeverisë pranon, nisin nga kjo piknisje, vërtet situata nuk është normale, kemi krizë, jam i bindur që kjo momenti ku ata fillojnë me reflektu çka më ndryshuar me këtë situatë normale. Po derisa në atë koalicion atje nuk kemi mesazhe. Qartë me kuptuar që vendi është në krizë. Derisa ne bëjmë ndjekjen, salla atje bllokohet, shkojmë atje lart i mojmë mbledhjet e kuvendit, votohen kështu ligjet quhet dora më mirë se më shpejt se në ato sistemet komuniste. Aty nuk pas një diskutim me ato të buxhetit të Kosovës, kush kundër pas një diskutim në kushte të jashtëzakonshme. Edhe delëm tash këtu lujmë sikur moca miu ja ju mnalt po se në mnalt ja bona ja Miratova ligja se Miratova. Kjo situatë Dardan. Kjo situatë vetë sa e fillon krizën, edhe tregon jo seriozitetin. Kur kthehet nisma, kur kthehet Fatmir Lima në kuvend me funksionu normalisht. Ne e tham, po të më thonë këto tashti, nuk zgjidhet kriza në këtë vend në rrimin e njerit. Unë po të më thonë. Përmbushja të qeverisë. Po, unë po tham, në qoftë se për ne është kjo, përmbushja e dy kërkesave. Reflektimin e të dy kërkesat. Edhe për demarkacionin, edhe për marrëveshjen me serb, marrëveshjen me komunitetet serbe. Fjala për bashkinë serbe. Dhe reflektimi i qeverisë në këto dy gjëra. Kthimi dhe reflektimi dhe pranimi i gabimit që u bë rrugës, në hapa, në veprime, nuk është dobësi.
Nuk është dobësi nëse pranohen gabimet. Përkundrazi, reflektohet, ndryshohet, vazhdojnë rruga më të tjetër. Unë sot dënjeva kryeministri kishte dhënë sinjale rreth demarkacionit. Shqiqani, pse o duhet 4 muaj? Pse duhet 3 muaj, 4 muaj me pas aq vështirë njëri me pranu që aja marrëveshje me Molenzi është e pa drejtë, duhet me shiku se ka të lashe e marrëveshje. Pse duhet 3-4 muaj? Sikur që duhet atje sa për Jablanovićin, 1 muaj, 2 muaj dhe rreth fund shkarkimi. Temat. Në vend që të flitet në qenë kush po flet, shiqeni temat. Këta njerëz, kjo opozitë, kjo zë opozitar qytetar, po bën vrejtje, po thotë që marrëveshja e caktuar ka meta lëshime të mëdha. Në vend që me analizu ato lëshime, edhe me përmisu, ju dini këta dy thonin që neve nuk e kemi ndërmend as me diskutu këtë çështje. Çështja e mbyllur, e mbaruar dhe kjo e fillonte krisa. Bile zoti Mustafa ka pas ekspert në partinë e vet, aty njëri prej tyre në mënyrë argumentuese, po më duket kolega Shpëtim Bulliqe e ka thonë qartë për demokracionin. Pse duhet 3-4 muaj me prit? Po si do që jetë, edhe tash nuk është keq, vonë po s'është keq. Këto sinjale janë pozitive, shpresoj që ata të reflektojnë dhe t'i kthejmë normaliteti duke rishikuar ku kanë gabuar. E pasaj. Na mendoni se këto sinjale pozitive ndër tjera po vinë edhe për shkak të 28 nëntorit? Mund që ka të bëjnë të thotë me shfrymjet të përkohshme të situatës? Po mund t'jenë. Që tensionin përkohshëm pastaj të kthehen me temë. Shpresoj që nuk do ta bëjnë gjë. Shpresoj që nuk duhet të jetë ajo. Shpresoj që kanë seriozisht. Opozita ka premtuar qytetarëve që ose ka deklaruar se kjo nuk është protest, nuk do të ketë, do të thotë është manifestim pozitiv. A mund ju sot të premtoni me siguri të plot qytetarëve që 28 nëntorit do të jetë 100% paqësor? Shiqoni, thirrja, angazhimi dhe premtimi janë 2-3 gjëra këtë ndryshme. Ne e kemi thirrë, edhe sonte shfrytëzoj rastin në emision tonë me thirrë gjithë qytetarët me ardhur në atë manifestim. Ja kemi quajtur manifestim dhe jo protest. Manifestim që mbahet përballë grandit në sheshin Zerpazit dhe jo përballë qeverisë. Këto kemi dashur. Këtu janë shenjat, këtu janë detyrat e opozitës. Opozita me veprimet e saj po tregon që është interesuar ta ketë një manifestim paqësor. Gjestet po tregojnë, veprimet. Në sheshin Zerpazit përballë grandit në ora 2 me bazë një pjesëmarrje masive të gjithë qytetarëve që janë të interesuar, që janë kundër këtyre marrëveshjeve, me prezencën e tyre fizike, mënyrë paqësore qytetëruese, me shpreh pakënaqësinë e tyre. Shiqoni, qytetarët duhet ta dinë, nuk ka fuqi më të madhe sa prezenca fizike. Prezencë fizike në sheshin Zerpazit me Durrëngjepa është e fuqi e jashtëzakonshme. Nuk ka fuqi më të madhe sa prezenca e tyre në numër. Në asnjë mjet tjetër nuk bën. Të tjera pasaj. Nëse ju kujtohet, pra edhe në janar, kur ka qenë do të thotë protestat për çështën e Jablanović, ka qenë gjithë qytetare, nuk ka qenë thirrën prej opozitës si e tillë. Në fund ka përfunduar me dhunë. Po, ka përfunduar me eskalim, me momente, po ne po flasim situatë këtë tjetër. Opozita është i kaftuar dhe vazhdon të vërtet për ditë nga gjithë përfaqësues që ky manifestim të jetë paqësor, sepse jemi bindur që përmes manifestimit të jetë paqësor ne kemi vetëm një objektiv, që ata njerëz me qindra mijë njerëz që kanë nënshkruar peticion, dhe vijmë në atë ditë, edhe herë të bëjmë thirrje qeverisë për të reflektuar, edhe herë të bëjmë thirrje qeverisë me shkruan që gabim e keni, ndryshoni gjendjen, nuk ban me shkruan kështu, do ta kuptoni që njerëzit janë pa kënaqur. Kaq. Po këtu duhet me ka dy grupe, duhet kërkohet edhe nga organet. E rolin kryesor e kanë organet e rendit. Organet e rendit musën kujtohet që kanë sulmu njerëz që të paqësor asnjëherë. Jo. Zakonisht forcat e rendit kanë reaguar kur dikush prej turmës ka tentuar të futet diku kur ka vendin ose të rrezikojë. Nuk e dim në organet e rendit se në fakt organet e rendit nuk janë veç ata policia me uniforma. Aty. Mundësitë kanë ndodhur dhe kanë provokuar. Ajo që mund të më ftu është organet e rendit të zbatojnë ligjin, të ruajnë institucionet publike dhe private, të ruajnë jetën e qytetarëve që kanë me obligim, por mos kthehen në ndjekës. Në ndjekës, mos zbatojnë urdhnat e individëve në ndjekës. Dhe kemi pas situata ku organet e rendit nga detyrat e tyre për të mbrojtur institucionet publike janë përdorur edhe për ndjekës në rrugësa rrugë në ndjekje të rive.
Dhe unë jam i bindur që do të ketë një bashkëpunim mes forcave të rendit edhe të qytetarëve, sepse ata qytetarë janë vendit tonë, sikur policë, dhe kërkush są interesuar. Në fund policia janë qytetarë të Kosovës. Kjo që po flasim ne jemi të folur për shiqani, këtu po do të më kriju qëllimisht në një konflikt artificial. Po këto thotë edhe pozita në relacion me opozitën. Po nuk ka konflikt Kosova. Tendenca me përqit një konflikt mëshme nuk ka se duhet me pas temë. Sot mi pyet gjithë votues e Lidhjes Demokratike të Kosovës, gjithë votues e Partisë Demokratike të Kosovës, të nismës, të aleancës vetëvendosur, me thonë, a jeni për me avon territorin e Kosovës moli zi? Asnjë nuk thet jemi. A jeni për me kriju një etnitet të ri në politikën Kosovë? Natyrisht. Asnjë nuk thet jo. Që do të thotë? Jo për shkak si ka uzat dalan. Ne jemi të dalë për këto dy gjëra, të cilat prekin çdo qytetar të Kosovës. Ne kemi të lashëm me ata të cilët halas po binden që e kanë keq. Këtë rast qeverinë. Dhe ne po i them qeverisë reflekto. Sa as votues që kanë votuar ty nuk e mbështesin këta. Nuk të mbështesin, nuk ta kanë dhënë mandatin me bë këta. Kështu që s'ka rënë konflikti këtu. Tendenca e pushtetit me kthy më bë. Me thonë ne jemi në mbrojtje të shtetit dhe me kthy konfliktin të qytetarët thjesht është një kamuflim, një mashtrim, sepse qëllimi i fundit i tyre është me ru veten e tyre, me ru pushtetin e tyre. Për nismën, sigurisht me plot gojë njëri mund të thotë se nuk është e interesuar për konflikt, se shihet edhe në, do të thotë, jeni shumë pak të përfshim, qoftë kuvend, në aksionet kuvend, në aspektin e jo ne s'marrëm hiç pjesë në dhunë, në jashtë për shembull, hiç absolutisht. E jashtë edhe më pak. Jo s'marrëm. Edhe ti po thu votuesit e LDK-s edhe të PDK-s nuk e përkrahin në asnjë mënyrë. Jam i bindur. Po që unë po them që votuesit e nismës edhe takës në asnjë mënyrë nuk e përkrahin as Ramushin, as Fatmirin, me qenë kaq i afërt me Albinin. Ja, e tash, qani, nuk është çështë për afërsie kjo, nga ne kemi punu, kemi ndonjë prova, kemi punu edhe me zotin Mustafa, me zotin Thaçi, me Ramushin, me Albinin, me njerëz tjerë që vinë në skenën politike të Kosovës. Nuk është çështë kjo, nuk është çështë një vullnet individual. Problemi është neve na ka bashku tema. Neve na ka bashku tema, vëlla. Po, na thash ne jemi ndryshe, ne me paskon njëjt, nuk ishim tri parti politike. Ne jemi parti të ndryshme. Kemi koncepte ndryshme. Shumë ndryshe besoj. Po jemi ndryshe. Ama në për çështjet për të cilat po flasim, janë tema nacionale të cilat na kanë bashkuar interesi që ti ishte në dy tema, interesi vend. Besojmë që kërkesat janë bipartiake. Nuk ka kërkesë ideologjike, nuk është një kërkesë partiake. Me na pason një parti politike me thonë, ne bëmi bashk, ta rrëzojmë qeverinë. Shiqani, më pasor dikush na thonë, hajde ta përmbysim pushtetin. Mënyrën se si po luftohet për këtë kauzë, që është kauzë e drejtë natyrisht. Opozita dhe mos ishte drejt, ka drejt të ketë kauzën e vet. Po mënyra se si po luftohet kjo kauzë nuk është dërshkrimi as i AK-s, as i nismës. Është dërshkrimi i vendosjes. Që një po e përcjellni. Po që fatkeqësisht, kjo qeveri s'ka lënë rrugë tjetër. Tash është problemi tjetër. Pse po mirë me pse ky aparat shtetëror e ka punë gjendën këtë situatë? Dini që sot kemi deputetet që ju ka konfirmuar dënimi. Sot në historinë politike të Kosovës, kryetari i kuvendit, kryeministri, ky koalicion qeverisë, ka munioft si koalicioni i cili burgos deputet dhe dëlen deputet. Dhe mund me thë organet e drejtësisë, tash ne me lulojnë tu, thë organet e drejtësisë e kanë punë në vetë. Apo thirrje bre, sikur në 89 apo thirrje në kuvendin e Kosovës, nga dy kryetarët e partive më të mëdha. Shkoni, përdorni masat represive, burgosni njerëz. Në historinë politike të Kosovës ka më shkruar që një deputet sot nuk është dënuar burg në mënyrë të paligjshme. Me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Kanë detyruar prokurorinë. Prokuroria është bërë instrument politik. Fatkeqësisht gjykata instrument politik. Për me përdor aparatin represiv me ndal zërin e opozitës. Ti ju më thonë po mirë ato veprime që bëhen atje, mbrana parlament, Donika ka qit gaz atje. Po krejt në rregull. Munda me thonë që po s'është bën rregull se s'është detyra para deputetit. Edhe ajo është e vërtetë. Munda me thonë që ato mund me pas edhe shkelë ligji. Edhe kjo është e vërtetë. Po çfarë do të them me këto? Do të krejt që to arsytojnë me marrë mbi deputet në burga, pa ai për një kauzë politike është aty. Donika nuk ka marrë me qit gaz e me helmu, siç po thonë ta. Njërin nga deputetët, kryetarin e kuvendit ose kryeministri. Është shaj proteste politike. Po ka tjera protesta politike pse ka ardhur. Pse ka ardhur situata deri këtu duhet me reflektuar ata. Pse kanë punë, se kanë shterë gjitha mundësi tjera. Njerëz që të cilët parlamentin e Kosovës nuk e shohin si organ vendimarrës, po si organ që parlamentin e Kosovës ta shohin si vend ku mund me shpreh opinionin e sekuritetit. Shprehni opinionin, shkoni në shtëpi. Ka kush merr vendime për këto punë. Jo më zotini, nuk është parlamenti organi i partisë tonë.
Ta është prokuria dhe gjykata, është me njëherë mas thirrjeve që ka bërë kryeministri. Edhe ky ky koalicion e ka më si koalicion që diferencimi dhe burgosje politike. Këtu janë burgosje politike. Me motive politike. Veç që ta them që ta të prokuricion është shumë e rëndësi. Si e boni prokuria, me çfarë akte, ku mbështet, me cilën nen, me çfarë ekspertize kërkoj dhe pastaj gjykata mbi bazën çfarë ekspertize dënoi deputetin. Kanë qenë 100 forma dardan tjera ligjore që ka mujt me marrë në përgjithësi deputetin. 100 forma. Shqyqani, sistemi ju në drejtësisë është, po thëtë si jenë përgjegjë prokurorit. Që kanë përgjegjë prokurorit. Po që sistemi në drejtësisë e lejan atë punë. Bili, ftesa prokurorit që i botë panderit, i botë në interes panderit, jo në interes prokurorit. Sa ata në thirë si dyshuar, si të panderë. Së përgjigjë në one që në gjyqë. Po. Vazhdo procedurë normale, thërën gjykat, kur të aftën gjykata nuk paraqitet, dihet mirët me forcë që qitet para gjykatës. Shpejtësia kështu, me caktu veprën penale, pa bërë ekspertizë, pa e pasë për çfarë objektive ka, sa është e dëmshme aja situatë ose aja incident, po shpejt, me shku në procedurë shkurt, me dënu njerëz, me që deputetën në burg. Pas ju vetë nuk i keni pas përvojat më të mira. Po tjetër gjë, unë për ata po jap drejtë vetë me fol. Reagimi kuvendit relacion me imunitetin po jap drejt vetit për ata me fol, sepse unë kom përgjegjë të organe. Po ju kom përgjegjë të organe, pavarësisht ka qenë të drejtat pa drejta, ju kom përgjegjë do në s'po di mirë, për ata po jap drejt vetës me thonë që si një që kom përgjegjë kësaj drejtësie në çfarëdo kohë, pavarësisht pa drejtësive, pavarësisht me motive politike, pavarësisht krejt çka bën me mua. Megjithatë, një shtet normal nuk e leja për shteti marrë në situatë sot me pas deputetin në burg. Vend që me gjithë zgjidhje politike, për çka doni ka dhe në burg. Shqyqeni, po me bo medalë. Unë që jam i bindën. Del që Kosova që ka morë territori mori zi. Del që Kosova me marrëveshjen për bashkinë serbe o shkel kushtetuta. Çka del doni ka këtu? Heroj? Jo, ku do mja bo venin këta? Ku do mja bo venin kësa situate? Ku ne ke përgos? E ke përgos një deputete e cila nuk ka gjithë ma formë tjetër, po ka protestu në qatë formë që shka protestu. Për shka? Me rujt kushtetutën e vendit, me rujt teritorin e vendit. Qka me bo që ata gjyqtarë që e prokuror? Qka situate janë? A përshet ku i kanë shti gjyqtarë të prokuror? Ta po hapin spirale. Këta po hapin një spirale që nuk i dihet fundi. Më nuk bane për kështu, nuk luhet për me shtetin kështu, i kam policinë dorë, i kam marrë të prokurorët shkrejt, atje i kërcënojnë me vendet punës, edhe i gjujnë si gjahtar mbi. Nuk zgjidhe problemi politik me masa represive. Kosova bili ka përvoj. Sa herë me masa represive kanë dashur me dhënë përgjigje. Probleme politike kanë dështu. Dhe ky koalicion ka me met dam, ka më njohë si koalicion, një aparat represiv i cili burgos deputet për t'ja mbyllur gojen. Nuk muni, kur në Kosovë, ata të me pati qarë. Ose kanë me mujnë me mbyllë gojen deputetet parlamentit Kosovës. Ose pas një masë që muni në. Edhe për, do të thëtë, asociacioni edhe demarkacioni u kuptum. Mirë, po tash ti po i cekë do probleme shumë atë ronda. Po i cekë problemin që shteti po është rëndhun të paleqme, ndaj qytetarëve, ndaj deputetëve, do të kemi shku një hap ma largë. Po, është të vërtet. Edhe për ata po ma bitë kur po të pysë qashtjen edhe individuale, përgjësi individuale prej kryeministrit e poshtë, ti po thoja qashtje mbrëndshme e... Unë po thonë të çështja pozicionit, shqyqarnia, di që kam të thonë për ta. Unë jam të thonë, nuk jam unë në pozit me thonë Lidhës Demokratike dhe Partisë Demokratike në rrën e jo kryeministrit që një tjetër, o çështje tyre, të pozicionimi. Unë këtu jam për të marrë përgjësi, për të kërku përgjësi ndaj kryeministrit atij koalicioni. Apo kupton? Përgjësi jashtë. Unë kërkoj përgjësi nga jashtë për punën që të bëj kryeministri ose ministri ose kushdo. Por nuk janë pozicion unë me thonë koalicionit në rrën e njerin. Ne kërkojmë ndërheqjen e qeverisë për shembull. A ki po nga kërkesa jonë është. Ne po kërkojmë ndërheqjen e kësaj qeverisë nëse nuk ka gjendje me përmbush të dy kërkesa. Mirë, këto dy kërkesa për ndërheqje për qeverisë veç po vjet u rrit. Këto dy kërkesa për përmbush po tash po jetë kjo e treta. Treta do të thotë domet që janë bën ndërkohësim asaj. Absolut. To është e keqja se është mbyll rruga e komunikimit me këtë qeveri. Jo, Nëse kjo qeveri, si mas jush, e kesë përdurë prokurorin, policin,
gjithë shtetin, gjithë aparatin shtetënor, për me shtyp opozitën, atëherë këtu dialog shumë nuk ka. Ne përsëri po përsëris edhe ne e kemi dhënë ose më thënë, e ka një kërkesë qeveria. Tërheqja marrëveshje. Tërheqja marrëveshje kthej normalitet dhe krejt këto tjerat si që kanë ardhur si pasojë e atyre problemeve me marrëveshjen, unë besoj që zgjidhen. Po kjo nuk do të thotë që këta që kanë ndodhur deri tash, këta kanë përgjegjësi me këto që janë bërë. Mos reflektimi i tyre po e thellën krizën. Me qëndrimi i tyre se ne nuk nalmi, a di çka kanë të thonë këta? Nëse ne sfidoj shtetin kërkush. Kur t'ju shek këtyne veprimet, kështë i qesin policinë, të shkrejt, me 20 kg 30, me të mostru forcë, ata kanë detyrë policia si të ordërohet, ka detyra e me batë punë, po këta mrapa, që e bën naturë, ata njerëz du të me kuptu një sen. Kush mbrojtjet shtetit? Ju që keni dhënë territore dhe po bani krahina mrena Kosovës, a na që po kërkojmë tërheqjen e ato marrëveshje? Çfarë shteti po mbron? Që të përdor në emër të shtetit, po të mbërru për shtetin tonë politik. Jo, nuk ka shumë Kosovë, s'ka ecë kjo. Veçin e të e vonu. Kjo çështje ka mu përmbyll. Po mirë është me përmbyll me dialog, me reflektim, me tërheq marrëveshjet dhe mos me shku spirale më aty tje. Po na kthejnë situata Dardan, përsëri po them. A shku deputetja tu ka dënu 30 ditë burg. Edhe ta shtrohet pyetja, po mirë që nesër ka me që dikush tjetër ka zgjedhjes. Po mo, nesër vazhdon. Çka me bë? Janë disa deputetë deputetë që pritën tjerë. Po ka me vazhdu kjo, ti pesfidoj opozitën që ka me vazhdu. Shkojnë apo çka do me bë? Cilla funi? Cilla funi, cilla rezultati? Do të jetë për shembull reakcioni për 30 nëntor, seanca e radhës. Po, unë po shpresoj që me 30 nëntor, spari besoj që thirrja e seancës me 30 nëntor është një shenjë jo e mirë, sepse s'ka ndërmjet këtyre ditëve nuk ka një reflektim. Shpresoj deri atëherë. Nëse ka reflektim, pse jo, me moj seancë me vazhdu, me shku, me kthy normalitetin, nëse të rriqin ka marrëveshjet, me njëherë duhet me kthy normalitetin me vazhdu më tutje. Me sodit edhe 30-të. Po pra, nëse të rriqet, kthehemi normalitet, duhet me vazhdu punët e përditshme që kemi. Po ishte për shembull një kërkesë se po i afrohemi fundit, ishte një kërkesë fillimisht prej AK-s, po shprehur prej AK-s, po besoj se është gjithë juve, të shkarkohet komisioni i demarkacionit si shaj i parë i vullnetit mirë qeverisë, që pastaj kjo të vjen edhe deri në vota, mundsohet do të votimi në kuvend, të pas parasysh ato që po thoni edhe ju që edhe një numër i madh deputetësh të PDK-s dhe LDK-s nuk e votojnë. Po. Nuk janë për. Do të thotë a kishte më qenë shkarkimi i komisionit, pra pranimi i gabimit, realisht po i bjen prej qeverisë. Sinjal i nevojshëm për ju që të shkoni spakun në një seancë ku votohet demarkacioni. Yes, votohet ma, është që në pranimi, largimi i komisionit s'ka nuk shkohet ma në kuvend më votu. Se është që në kuvend du të më shku Dardan më qumë me raporti komisionit du të më qumë me votu në kuvend. Në qofë se ju para se më shku me votu e keni shkarku një komision, e keni pranu gabimin a raport se ti e din në raportet shkojnë në kuvend me rekomandim. Një raport, këtë rast shkojnë në raporti i qeverisë. Po mirë, atëherë nuk po shkoj shumë për... Shkoj heq, nuk shkoj... Po për seanca të juta? Onë gjë e mirë, pse nëse kjo është një hap, reflektimin këtë drejtim, si që po thënë, jo është një hap inkurajus, që do të... Pse më falë, po shkoj me... Po e përfundojmë kërkesën e parë. Hipotetikisht, brenda javës, qeveria po e shkarkon komisionin, a shkoni të honën seancë? Jo, po më po them hipotetikisht, qeveria, na nuk kemë problem, problemi është që qeveria me hek dorë nga e nënshkrim. Do të me pranu faktin që atje është bën gabim të demokracioni, pikë. Dhe kjo është përmbushja e një kërkese. Është kërkesa tjetër. Kërkesa tjetër është në gjykatë. Kërkesa tjetër është në gjykatë, po. Do thotë ta ishin plotsu kushtet që ju të shkoni spakun mirë për përkohshëm në kuvend derisa të vendosë. Ama jo, opozita ka dy kërkesa. Opozita ka dy kërkesa, të dyja duhet mu trajtu. Po tash njëra është gjykatë. Duhet mu trajtu. Ne duhet me prit, siç e tham, ofertën e tyre të qeverisë, edhe për gjykatën folëm më herët. Janë gjëra që mund bëhen edhe që me vullnetin e qeverisë, me angazhimin e qeverisë. Unë e bileftoj qeverinë e Kosovës. Mos e le me të shku vonë. Mos e le punë vëse. Në moment që vija kërkon me konqisë opozitë, kuptimin juridik e më të folë tash, të kuptohemi, kuptimin juridik po flas. Juridikisht gjërat mund me hecë. Ma shumë që do të e më kthy në situatë fillesare po më është vonë, në aspektin juridik po flas. Se kështu që gjëja më mirë do të ishte qeveria e Kosovës që ta bëjë sikur me nënshkrimin e memorin e zi, që po supozojmë
që vjen, të dyja të bashkë të gjithë zgjidhet mbyllet. Po Nuk kemi nevojë me shku. Qeveria po herë njëra supozoj tjetër. nëse e bën këtë veprim, e bën me shpresë që ju ktheni në kuvend. Jo, qeveria e Kosovës do të më bën këto me pranimin e fajit, do të më pranoj që ka bën faj. Në kuptimin e faj. Jo gabimin se faj s'po du më marr me faj, me pranimin e gabimit, një dhe dyta, edhe këtë tjetër, qeveria do të më pranu që ka bën një veprim pa pyet parlamentin. Dy kërkesat janë, duhet të përmbush. Pa u tërhiq kushtim qeveria edhe prej marrëveshjes të asociacionit, ju nuk ktheni në kuvend. Jo, ne mendojmë që qartë kemi bën deri me tani, qëndrimi i opozitës është të rreqen nga dy marrëveshjet. Të rreqja dy marrëveshje kthen normalitetin. Njëra veç e veç, njëra veç e veç jo. Është një farë gjysë tërhiqje. Jo, mos tërhiqje këto, kjo më pa. Ne nuk kemi të informuar, për neve kjo çështja e marrëveshjes demarkacionit ka ra. Me të drejtin. Kjo ka romati. Se është më lehtë, se po dal vizatimi, se kush ka sy me pa, e kanë pa vijat se çka kanë bërë këtij vani. A di që kemi gjetë proces verbal, fal që po ta them. Proces verbal. Nëse ju nuk pranoni mu kthy, do dy marrëveshjet. Prapë po i bën pra që në esencë po thoni jo, por në esencë ju po doni ramin e qeverisë. Ne po dojmë dy marrëveshjet. Ose dorëheqjen e qeverisë. Okej. Që kjo është. Ose dy marrëveshjet ose dorëheqjen e qeverisë. Besoj që po të nëse qeveria nuk është e gatshme me hek dorë nga këto dy marrëveshje, atëherë do të më shkon zgjedhje. A nuk po kallzoni pa kry fort nëse qeveria po jek dorë për njerëz të marrëveshjeve që ju të japni edhe ju një hap. Po sa mbra të bën qeveria kur o Dardan, ne jemi të thonë të reflektojnë në dy gjëra. E para kjo çështja e demarkacionit na e çmontum. Po, çështja e asociacionit qeveria do të më dorë një ofertë. Tash nuk gëzon më vendos asgjë se i ka suspenduar, do të thotë kushtetuesja çdo veprim deri në marrjen e vendimit. Po qeveria nuk ka drejt më me ndërmarrje. Jo, qeveria ka drejt gjithmonë me tregë. Po me tregë ka natyrisht, po gjithmonë ka drejt me tregë. Je dini se nuk është e mundur ajo punë. Ne po presim që ata të reflektojnë dhe në reflektimi i tyre që mos më thon, reflektimi i qeverisë është ndaj për te. Ne e dimë çfarë ndikimi ka qeveria në gjykatën kushtetuese. Në gjithë e dimë. Jo, po kërkoni mos me pas. Po pra. Tash po kërkoni. Jo, po kërkojmë mos me pas. Po ne e dimë ç'është gjendja. Ne bashkë e dimë ç'është gjendja. Kjo problemet politike do të kërkojnë përgjigje dhe zgjidhje politike. Muna me fol sa dojmë në aspekte tjera, këto janë dy probleme politike të cilat kërkojnë zgjidhje politike. Dhe kush i bën këto? Krijuesi këtyre dy problemeve. Qeveria e Kosovës me një reflektim më të mirë, me një transparencë, me një vullnet të mirë, sikur kjo që flasëm marrë një zi që ka mujtë më kry ma herët. Edhe kjo tjetër mund kryet. Pse nuk pja ktheni vullnetin e mirë të qeverisë me veprimet mira do të më kthy në kuvend derisa të vendos kushtetuesi? Ne presim reflektimin e tyre. Ne do të presim reflektimin. Shqiptar nuk po jemi të supozu. Ne të shohim një herë hapat të qeverisë. Unë nuk du sonte me thonë do të bëjmë kështu, do të bëjmë ashtu. Ne sot edhe disa ditë më parë kemi pa do sinjale nga zërat e koalicionit deputet, inkurajojmë ma shumë deputet me dalë me thonë qëndrimin e tyre, sepse privatisht të gjithë të thojnë janë pak kënaqur. Kjo çështje nuk ka uzve që ju në poshtë të gjithëve. Të shtohen zërat ta ndihmojnë, të inkurajojmë që të shtohen zërat në drejtim të këtyre dy marrëveshjeve. Sot nuk do të flasim ne atë supozimi që thatë ju. Do të presim veprimin konkret dhe pastaj ne do të japim një përgjigje, sigurisht do të japim një përgjigje në përputhje me veprimin konkret të qeverisë. Sepse jemi të interesuar edhe ne me zgjidh problemin. Dhe problemi zgjidhet rreqja këtyre dy marrëveshjeve. Këtu s'ka asgjë tjetër, ne vazhdojmë. Tani problemet e tjera e qeverisë, a është okay, a s'është okay, janë të kënaqur performanca, sikur që thatë ju, ata në çështje pozitë opoziti, do të takon pozitës, nëse vazhdojnë kështu këta zotin i muft, po me pa në fusha dhe në gjendjen që e kanë si qeverisje, fatkeqësisht po dela që kena paralajmëruar ne që vështirë është me komunikimin e ekipi i tillë me funksionu në menaxhimin e përditshëm të situatave në vend. Po në fundit është çështja e tyre. Me zoti Limaj, faleminderit shumë. Uroj që këto ditë të jenë do të nshajt të tensionimit situatës, që edhe qeveria dhe opozita të reflektoj. Faleminderit. Nëse më lejon një apel për qytetarët, më thonë që në 28-in, në mënyrë paqësore, manifestim, të gjithë duhet ta shohim që edhe policë me uniformë, edhe qytetarët e kanë një objektiv për të mirën e Kosovës, për qëllimin e Kosovës. Nuk ka garë. Të gjithë jemi bashkë në role të ndryshme. Policia ka detyrat. Qytetari po vjen me shprehje pakënaqësi, po qëllimi është i përbashkët. Kështu që mos bëni prej asnjë provokimit, asnjë urdhnit, asnjë çop për provokimin nga qytetarët, çop nga policët, po 28 nëntor në ditë ky manifestim të kaloj ashtu siç duhet me një mesazh qartë, i cili ka vetëm një qëllim, me tregu pakënaqësinë tonë ndaj këtyre ose mospranimin ndaj marrëveshjeve.
Dhe krejt lider të Evropës sot po i bëjnë thirrje qytetarëve mos e prishni jetën e tyre, dilni, shëtiti, mos lejoni terroristët me na drejtu jetën tonë. Këtu në Kosovë të na i frikojnë qytetarët. Ki pa në Kosovë dhe mos dilni, mos shkoni. Krejt bota, Franca është rrethem edhe Bruxelli dhe edhe kryetari i Francës, edhe Bruxelli thotë vazhdoni jetën e juaj. Nuk lejojmë terroristët me na ndryshu jetën tonë. Kur ajo qytetare, ndërsa këtu liderët e tonë, edhe këtë metodë përdorin që mi frigun jashtë ka me pas aktes. Janë shkollat mbyll. Po, Mos e përmend Bruxelles. Bruxelles janë shkollat mbyll, po sheshet plot. Po megjithatë nuk është Kosova ashtu. Kështu që vazhdojmë jetën tonë, mos tensionojmë situatën dhe unë jam i bindur që kauza opozitës po vje duke dalë e vërteta, sikur që është fjala për kufinë me Malizi, kështu do të vijë edhe tjetra dhe përfundimisht jam shumë i bindur që do të fitoj Kosova. Do të fitoj Kosova. Pata një pak e rëndësishme për qeveri. Nuk besoj që pak e rëndësishme, besoj që më rëndësishme është, po faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Suksese.